Kush ishte komandant Hoxha, luftëtar e udhëheqës i luftës? Tmeri i ushtrisë serbe. Ai që njihet si njën nga luftëtarët më të rrezikshëm të UÇK-s. Në hijen e historisë, mes zhurmës së armëve dhe flakave të luftës, u ngrit një figurë që do të bëhej simbol i qëndresës dhe trimërisë shqiptare. Emri i tij Samidin Xhezairi, i njohur nga të gjithë si komandant Hoxha. Një burr që nuk u përkul kurrë, një luftëtar që nuk njihte frikë, një strateg që shkroi historinë me gjakun e sakrificës. Para se të vazhdojmë, mos harroni të pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori epike rreth kombit shqiptar. Më 23 mars 1963, në një fshat të vogël të Kosovës, lindi një djalë që do të bëhej tmeri i armikut. Mes maleve të larta dhe rrugëve të gurta, u rrit trimi që ndronte për një jetë ndryshe. Ai nuk ndronte për pasuri apo pushtet, por për diçka më të madhe, për liri. Ai ishte Samidin Xhezairi, një njeri që historia do ta mbante mend si komandant Hoxha. I rritur në një familje me tradita të forta kombëtare, Samidini u ushqye me ndjenjën e lirisë dhe drejtësisë. Ai pa me sytë e tij shtypjen e egër të pushtuesit serb. Dëgjoi britmat e popullit të tij dhe ndjeu në shpirtin e tij nevojën për të vepruar. Ai dëgjoi britmat e nënave që humbnin bijtë e tyre, pa gjakun që rridhte rrugëve të vendit të tij dhe ndjeu zemërimin që digjej brenda tij. Nuk mund të rinte duar kryq, jo ai. Djaloshi nga Bresana e Dragashit nuk mund të rinte indiferent, ndërsa shumë të tjerë u detyruan të nënshtroheshin, ai zgjodhi të kundërshtonte. E dinte që rruga e tij nuk do të ishte e lehtë, por nuk kërkonte një jetë të lehtë, kërkonte një jetë me kuptim. Në Vjenë të Austrisë ai punonte si teknik mjekësor, por zemra e tij ishte në Kosovë. Çdo lajm për masakrat dhe terrorin e Serbisë serbe e vriste nga brenda, dhe atëherë ai mori vendimin, një vendim që do ta ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Ai la gjithçka pas dhe u kthye në atë dhe për t'ju bashkuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kur pushkët e para të UÇK-s u ndezën, Samidin Xhezairi ishte atje. Ai nuk ishte një luftëtar i zakonshëm, ishte një strateg i lindur, një burr me një zemër të paepur dhe një mendje të mprehtë. Si pjesë e brigadës 125 të UÇK-s, ai udhëhoqi me trimëri dhe mençuri, duke u bërë një simbol frymëzimi për ushtarët e tij. Nuk ishte më një njeri i zakonshëm, ai u bë komandant. Komandant Hoxha, shefi i brigadës 125 të UÇK-s në Prizren. Ai nuk ishte thjesht një luftëtar, por një strateg, një udhëheqës që i frymëzonte të tjerët të luftonin deri në fund. Në qershorin e vitit 1998, ai la Vjenën dhe udhëtoi drejt Tiranës. Nga aty udhëtoi për në Bajramçur, ku armëtos dhe kaloi kufirin për në Kosovë për t'ju bashkuar radhave të UÇK-s. Pas disa përballjeve me armikun, ai mbariti në Junik, ku do të zhvillohej një betejë e madhe mes UÇK-s dhe ushtarëve serb. Në pranverën e vitit 1998, Juniku u kthye në një fortesë të pamposhtur. Njësitë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të rrethuar nga forcat serbe, luftuan me guxim mbi njerëzor. Granatat shkundnin malet, plumbat qanin ajrin, por luftëtarët nuk u dorëzuan. Çdo rrugë, çdo shtëpi, çdo pëllëm toke u mbrojt me gjak. Në mes të flakëve dhe rënojave lindi një betim. Liria nuk do të ndalet.
Betejë e Junikut ishte një nga momentet më të lavdishme të komandant Hoxhës. Një numër i vogël luftëtarësh ju qëndruan përballë forcave serbe, duke mbrojtur çdo pëllëmb toke me gjak e barut. Por lufta kishte një çmim dhe komandant Hoxha e pagoi atë me plagë në trup dhe dhimbje në shpirt. Juniku ishte një pikë strategjike për UÇK-n, pasi ndodhej pranë kufirit me Shqipërinë dhe shërbente si korridor për furnizime dhe stërvitje të luftëtarëve. Përballja ishte e ashpër dhe UÇK-ja duroi zjarrin e armikut për më shumë se 2 muaj, por kur u pa se fitoria kundër gjithë asaj artillerie ishte e pamundur, UÇK-ja arriti të tërhiqej me sukses, duke shpëtuar pjesën më të madhe të luftëtarëve dhe armëve. Megjithse Juniku u bombardua dhe djegja e shtëpive ishte e pamëshirshme, ai mbeti simbol i rezistencës. Lufta vazhdoi, por nga ai moment armiku e kuptoi, Kosova nuk do të gjunjëzohej kurrë. Mars 1999. Jeshkova e Prizrenit bëhet arenë lufte. Brigada 125 përballet me një fuqi brutale serbe. Plumbat bien si shi, predhat tronditën tokën, por asnjë hap prapa. Komandant Hoxha dhe luftëtarët e tij mbrojnë pozicionet me vetëm një mendim në kokë, të mos lejojnë armikun të kalojë. Por lufta ka një çmim dhe ky çmim ishte gjaku i vëllait të tij. Alajdin Gjezairi ra heroikisht së bashku me 7 trima të tjerë, teksa 13 ushtarë të tjerë të UÇK-s u zhdukën për të mos u gjetur kurrë. Për Samidinin ishte një moment i tmerrshëm, por ai nuk u thye. Ai nuk kishte kohë për të qarë, nuk kishte kohë për të ndalur. Ai e dinte se vetmja mënyrë për të nderuar sakrificën e vëllait ishte të vazhdonte luftën. Dhe vërtet, gjaku i këtyre trimave u shpagua. Në këtë betejë mbetën të vrarë rreth 250 ushtarë serb, teksa të plagosur 350 të tjerë. Më në fund, pas muajsh vuajtjesh dhe sakrificash, liria erdhi. Kosova ishte e lirë. Populli festonte, por për komandant Hoxhën, lufta nuk kishte mbaruar. Ai e dinte se një betejë e re po fillonte, beteja për të ruajtur të vërtetën, për të mbrojtur ata që sakrifikuan gjithçka. Liria vjen, por betejat nuk mbarojnë kurrë. Misioni i tij nuk ishte përfunduar. Pas çlirimit të Kosovës, ai nuk mund të qëndronte duar kryq, ndërsa shqiptarët në Maqedoni përballeshin me të njëjtin fat. Në vitin 2001, komandant Hoxha ju bashkua UÇK-s duke udhëhequr forcat shqiptare në betejën e Tetovës. Një tjetër luftë, një tjetër sakrificë, por një qëllim i njëjtë, liria e kombit. Me taktikat e tij të guximshme dhe për kushtimin e palëkundur, ai arriti të vendoste themelet e rezistencës shqiptare në Maqedoni, duke treguar se shqiptarët nuk do të heshtnin kurrë përballë padrejtësive. Ka disa arsye pse ai njihet si një nga luftëtarët më të rrezikshëm të UÇK-s. Komandant Hoxha kishte një aftësi të jashtëzakonshme taktike, duke e shfrytzuar terrenin dhe kushte të vështira për të organizuar sulme të papritura dhe për të zbatuar strategji guerile që i ndihmuan UÇK-s të mbijetonte përballë forcave serbe shumë të fuqishme. Ai luajti një rol kyç në disa nga betejat më të ashpra të UÇK-s, përfshirë operacionet në zonat e rrethuara dhe në kufirin me Shqipërinë, duke e bërë shumë të vështirë për armikun të deportonte dhe të eliminonte forcat e UÇK-s. Hoxha ishte i njohur për qëndrueshmërinë dhe guximin e tij, duke udhëhequr luftëtarët në kushte ekstreme dhe pa pasur frikë të përballej me rreziqe të mëdha. Lufta për lirinë e Kosovës ishte një betejë për të, dhe ai e bëri luftën një mision personal. Forcat serbe e njihnin Hoxhën si një udhëheqës të fuqishëm dhe të papërmbajtshëm, dhe kjo jepte një ndikim psikologjik të fortë, duke i bërë ata të friksoheshin nga mundësia e humbjes përballë një udhëheqësi të tillë.
Lidhja e tij me betejat e ashpra dhe humbjet që ai shkaktoi për armikun e bën atë një figurë të përfolur dhe të respektuar, jo vetëm brenda UÇK-s, por edhe ndër ushtarët serb, që e njihnin si një luftëtar të paepur. Shumë vite pas luftës, ai u thirr nga gjykata speciale. Ata që dikur ishin heronj, tani përballeshin me akuza, por komandant Hoxha nuk ishte frikë. Ai e dinte se historia do ta tregonte të vërtetën. Ai e dinte se UÇK-ja luftoi për të drejtën, për lirinë e një populli të shtypur. Sot, Samidin Gjezairi vazhdon të jetë një zë i fortë për çështjen kombëtare. Ai nuk është vetëm një veteran i luftës. Ai është një histori e gjallë, një kujtesë se liria nuk fitohet me fjalë, por me gjak dhe sakrificë. Historia e tij nuk është vetëm histori lufte, është histori vendosmërie, besnikërie dhe një dashurie të pakufishme për atë dheun. Komandant Hoxha mbetet një nga ato figura që nuk mund të harrohen, sepse njerëzit si ai nuk vdesin kurrë. Ata jetojnë përjetësisht në zemrat e atyre që luftojnë për liri. Historia e tij është pjesë e historisë sonë, një histori që duhet të tregohet, një histori që duhet të kujtohet, sepse liria nuk është dhuratë, është amanet. Sot ai mbetet një figurë e pashlyeshme në historinë e Kosovës. Ai është një kujtesë e gjallë e atyre që dhanë gjithçka për atë dheun. Lufta e tij nuk ishte vetëm me armë, ishte një luftë për nderin, për dinjitetin, për të ardhmën e një kombi. Historia jon shkruhet me gjak, me sakrificë dhe emrat e atyre që nuk u dorëzuan kurrë, dhe mes tyre shkëlqen emri i një burri që sfidoi të pamundurën, komandant Hoxha.